Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se keni ardhur në kabinetin e lëndës së historisë, në një vend ku ne mundohemi të bëjmë gjithë atë që punojmë, mësojmë, thjesht ajo që i përket orës së historisë, ta kemi në një vend të saktë. Do të kisha thënë se këtu janë të përfshira produktet e nxënësve tonë, diku 2 gjenerata, njëra pas tjetrës, ku jemi munduar atë që flasim gjatë orës, për të mos qenë ajo orë e dikurshme historisë që të gjithë e kritikojnë në aspektin e kreativitetit, është një lëndë thatë, ose çfarë mos fjale dëgjojmë për lëndën e historisë, ne jemi munduar që ta tejkalojmë atë kufi dhe t'ua bëjmë me dije të gjithëve se historia nuk është ajo që është regjistruar në ne, por është një lëndë e cila rezulton nga shkenca e historisë, në fakt, nga gjithë ajo që është zbuluar deri më tani në vendet të ndryshme, ose gjithë ajo që është bërë edhe shkruar, ne si lëndë tani mundohemi ta shtjellojmë. Pse bashkë në këtë formë? Vërtet unë nuk do të mund t'ja jap ndoshta përgjigjen më të mirë, të duhur, sepse është një kompleksitet jashtëzakonisht i madh për ta shpjeguar gjithë këtë, por jam nisur nga fakti se për të mos qenë ora e mësimit të historisë orë bezdishme për nxënësit, kemi shtuar elemente me të cilat jemi munduar të zgjojmë interesin sa më të madh tek ata. Forma më e mirë për mua dhe më e suksesshme, do të kisha thënë, e dëshmuar në këtë drejtim ishte kreativiteti në mësim. Që do me thënë nëpërmjet punës, nëpërmjet kreativitetit, gjërat mëson dhe preken më afër, më shumë. Pa dyshim, unë nga ajo që kam lexuar ose kam mësuar mbi kreativitetin, po edhe kam përjetuar vetë, kam hasur në shumë kuptime mbi atë, po do të filloj me kuptimin e nocionit kreare, apo në gjuhën latine, që thotë të bësh diçka. Ajo të bësh diçka që gjithmonë e kemi neve në përditshmërinë tonë, që ka kreativitet apo krijimtari. Për ta bërë atë diçka, neve na nevojitet dije. Tani këtë dije që e marrim në formë teorike, qoftë historia apo çfarë do lëndë tjetër, që po ashtu është dëshmuar se ta marrim për shembull matematikën përmes lojës, është shumë e kapshme, më e logjikshme për nxënësit, po edhe për gjithë ata që merren me atë. Unë në lëndën e historisë jam munduar që tek nxënësit të përçoj një gjë të tillë, që ata të kapin vetë ngjarjen me dëshirën që apo me besimin në parimin, po u fute në problematik do t'jesh më i sigurt dhe do ta kuptosh më së miri, sepse ajo është mësimi logjik, mësimi kritik, që jo vetëm të mësojmë përmendësh, kjo është kështu, apo në formën, ajde mësuesi do t'ju jap shënime, do të diktojmë edhe atë që e shkruajmë ta mësojmë. Brenda asaj që ne bisedojmë, brenda asaj që ne e lexojmë, ligjerojmë, qoftë në format përmes teknologjisë informatike tani që është, çfarë do forme tjetër të jetë, ne duhet patjetër të zhytemi brenda mësimit, e ai mësim atëherë do të del vërtet logjik, do të del një mësim që do të na shtyjë të krijojmë vetë. Në klasë është mësimi formal, edhe atë duhet ta bëjmë brenda ligjit që ne jemi të obliguar, brenda kompetencave që janë të përcaktuara,
por po që se nuk dalim jashtë mësimit teorik, jashtë mureve të shkollës, më duket që kur mbetemi disi të zbrazur në atë që mësojmë. Më së miri na mëson ajo nëse jemi në teren. Mësimi praktik ndoshta kushton, por është sipas gjithë përvojës që kemi, është esenca e të mësuarit logjik, është esenca e të mësuarit kritik edhe kreativ. U mundova pak më herët të them kreare, të bësh. Ne nuk do të mund të bëjmë ndoshta asnjëherë, por që se nuk e kuptuam apo thjesht nuk u zhytëm apo nuk u ballafaquam në jetën e përditshme, në atë që e quajmë reale, me pjesë, se nuk mund të kthehemi, neve dim mirëfilli, historia thot është e kaluara, por pjesë të asaj të kaluare sot janë mësimi. E atë mësim mundohemi ta bëjmë, pra të lidhim, të nxjerrim më të mirën nga ajo, duke e shfrytzuar parimin, detyrën e lëndës së historisë, si detyrë kryesore, të mësojmë të kaluarën, të analizojmë me të sotmen, që të dyja së bashku të mundohemi të japim një prognozë të ardhmës sonë. Këtu është qëllimi i gjithë kësaj pune, gjithë këtyre aktiviteteve që bëjmë. Neve në orën e historisë praktikojmë një metodologji pak më ndryshe nga ajo klasikja. Pra, secili nxënës ka mundësinë të paraqitet në 4 apo 5 forma, po edhe nëse ka ndonjë ide të vetën, edhe në atë formë lejojmë. Duke shkuar në shpjegimin klasik, ka mësuar, shpjego. Pastaj është ligjerim përmes mjeteve teknologjike, ku ai do ta dizajnon vetë një temë të caktuar dhe do të ligjeron përmes smart tabelave apo në forma tjera, ku ai tani lun rolin e mësimdhënës. Me gjithë atë imagjinatën e vet, pse e bëjmë atë në atë formë, duke dëshiruar që të hyjmë në, ta them, këndshmëri, ndoshta nuk është fjale e përshtatshme, por atë që duan nxënësit të jetë mësimdhënës i tyre. Me plot gojë mund ta them se ajo pjesë e nxënësve të cilët e kapën më herët këtë formë pune, ishin shumë më të interesuar që vetëm kështu ta shpjegojnë mësimin, vetëm kështu të merren me një problematikë të caktuar, të cilët vërtet, ndoshta jo hë për hë, por për pas një periudhe të caktuar, ata kanë dalë me idetë e tyre fantastike. Sigur ta kisha fuqinë që edhe financiarisht të jem i gatshëm ta mbaj një metodologji të këtillë të punës, unë mendoj se aty është esenca e mirëqenjes të kësaj moshe, posa asaj që e quajmë arsimim edhe edukim. Jashtëzakonisht është treguar e suksesshme. Funksionon grupi historianët e rinj. Këto janë nxënës të cilët kanë pa të udhër që të bashkëpunojnë me mësimdhënësin e tyre, kudo që të jetë ajo punë, kudo që të jetë ai aktivitet, dhe kështu përveç asaj që kanë punuar në kabinet, në klasë, në shtëpi, se edhe në shtëpi janë mbledhur, edhe këtu është ajo pesha multidimensionale gjithë kësaj, që të mos qëndrojnë në rrugë, që të mos merren me gjëra të kota, apo do të kisha thënë në thojza, edhe të këqija, ndoshta u shpreha ashpër, por thjesht jashtë asaj norme edukative që ne preferojmë, kjo punë i nxit nxënësit edhe të jenë më afër njëri tjetrit, edhe socializimin e kanë parasysh, por në grup është dëshmuar si metodë arsimore se suksesi është më i lehtë dhe më i arritshëm. Edhe gjithë kjo pastaj ka rezultuar me një frymë ndryshe edhe në klasë, edhe në shkollë. Nuk e di si mund ta sqaroj apo ta shpjegoj në formë të argumentuar se si sillen nxënësit
në orën e historisë, për dhe jashtë orës së historisë. Sepse kur kemi dalë jashtë mureve, kemi kalu në qarshi, të cilën qarshi apo vend e kanë pa edhe më herët vetë, kanë qenë, por nuk janë dje ashtu.